Dhe tani do t'ju tregoj se çfarë marr unë me vete në një ditë normale pune si infermiere këtu në Gjermani. Kanë dekoruar vet, janë aq të bukura sa nuk po merr mendja. Janë këto bukuroshet këtu. Janë shumë të rrashme, janë të Crocs si mark. Dhe duken kështu. Kam marrë seriozisht rikëthimin tim, më thua edhe ti, a merr kaq shumë gjëra në punë, apo jam unë e vetmi? Për fatin e keq më ka ardhur me një tjetër emër, unë kisha vendosur me emrin tim, po nuk e di pse ka ardhur me emrin Emilia, duhet ta ndryshoj. Kam marrë një filxhan të personalizuar që ta pi kafe rahat me emrin tim, një termos të tillë po me emrin tim. Këtu do pi ujë me faraqia. Pastaj një portofol i vogël për mbajtje të stërlasa se ti vjedhin. Një fletore për mbajtje shënime, gjithmonë ju duhet një fletore për mbajtje shënime. Në mjekësia ka gjithmonë të reja. Kur është ftohtë, jetë supeve, në pavion normalisht nuk lejohet. Kam marrë me të logon dhe me të logon këtu mbrapa. Dhe kështu duket koshi im. Tani nuk na ka ngelur gjë tjetër përveç se shkojmë në punë. Kalofshi mirë.